sa e rëndësishme është mënyra se si ne presim thojnë, a ndikon kjo në futjen e tij në mish? Duke qenë se një ndër arsyet më të mëdha është pjesa që si presim thonë atëherë na futen të mish, prandaj duhet kemi shumë kujdes për prerjen e tyre. Nuk duhet i presim shkurt, nuk duhet i presim në mënyrë ovale, sepse kjo direkt pastaj çon në thonë mish. Për të gjithave pastaj edhe pjesa e jo sterilitetit të mjeteve që neve kemi në shtëpi. Qoftë prefset e thonëve që neve kemi prefse në familje. Pra, këtu fillon problemi. Qartë. Më thënë, duhet përveç prerjes edhe një higjiene mirë të mjeteve që ne përdorim në përditshmërinë tonë. Higjiena është një ndër më të rëndësishme. Po, thoj, ka një mënyrë të saktë prerjeje apo mjafton tjetë jo shumë i shkurtër? Po, nuk duhet i presim thellë dhe nuk duhet i presim në mënyrë rrethore. Domethënë ne duhet i presim drejt gjithmonë. Që në moment që thojë rritet, vazhdohet të ecë te kanali vet, dhe mos na futet nëpër kanale. Të mos krijojë edem. Po.